Tajlandat edhe kemi dalë veç me pyet se si po ju duket atmosfera këtë vet. Shumë mirë, s'ka qysh ma mirë. Jeni nga Kosova apo jetoni? Po i Kosovës jam, po punoj edhe jetoj në Mërgim. Po, nga cili vend? Francë, Në Francë. Edhe që sa ditë ke ardhur këto në Kosovë? që një 10 ditë. Që 10 ditë. Si po duket atmosfera në vendin Ma mirë, për një vetin sikur më konën në Amerikë. në Amerikë? Ja. Je nga Lipjani kështu? Ja, për Shtimës jam. Prej Shtimës. Peshen ndonjë ndryshim tash këto vitet e fundit në Kosovë? Po të pëlqen se si e kanë rregullu? Ndryshimi, struktura, infrastruktura, urbanizmi, shumë mirë. Në krahasim me çush ka qenë, shumë është ndryshimi i madh. Dhe kur pisha gjatë njerë, po më rritet, po kam vullnet me jetu me mu këthy valla drejt në kullën sa ma shpejt. A mendon që pleqërin me kalu këto? O, pa tjetër, jo bes tjetër ja tjetër, s'pas ka kërgjë. Që sa vite je në Francë? Që 34-5 gjithë. Po, je largu nga kushtet, po. Serboslave, kuptohet. Çfarë ndjenje dhe çka të mungon mas shumë te kur je në Francë për vendlindjen këto? Shumë menoj për kënena, shka me hirë diçka në prodhem, me investu diçka, me gjithë një punë, me një farë biznesi, paka shumë diçka. Ke investu diçka këto në Kosovë? Pak, njerë momentalisht ju. Sezona këto, unë jam një gërbeqar e jetoj në Gjermani. Pushime, për moment jam në pushime, jam nga Prizreni, këtu e kam djalin në agjëse edhe pak për vizit. Si po duket Lipjani? Lipjani vend i bukur, koha mirë shumë, vend i bukur, diçka e re. Hera para është erdha sot këto. Në Lipjan? Në Lipjan, po, erdha në vizit te Agja. Po. Kështu që duket mirë njerë. Po, Besoj që në këtë sezon vere kur veni ju mërgjimtarët e hjeshoni vendin kështu. Po ai, besoj që po edhe jo jeni mirëpritësat në dhejnë, është vendi jonë këto, kalem vend momentet mira. Që sa vite jeton në Gjermani? 10 vjetë, 10 vjetë, po, 10 vjetë. Po, çka të mungon mas shumë te? Qa të mungan, çdo gjë. Toka, vendi jonë, këtu jemi i rejtna. Po. Mungon çdo gjë, familja, prind, motra, vllaznit, gjithë. Në të ardhmen, mendon me u kthy? Po na shpresojmë kështu, po inshallah kemi në fak kthejna, po. Qish po kalon? Fort mirë. Ako ma mirë se në Kosovë, kërkun s'ka. Nga cili vend? Në cilin vend jeton kështu? Gjermani. Në Gjermani. Që sa ke ardhur këtu në Kosovë? Po jena orë dhe martë të mbrëmje. Po, edhe sa do rresh? 3 javë. 3 javë. Çka kemi bëu këtu 3 javë në Kosovë? Edhe një javë këtu, një javë në tetë, edhe me ikë për Gjermani, s'ke ma shumë pushim, 3 javë shumë sa ura. Po. Pak janë për Kosovë 3 javë, po shka me bo. Çfarë ndjenjet zgjan momentin kur vjen në Kosovë? Si me linë për zëtë, që djenë, ma shumë ka që këtu me najtë së atje. Ja, u ke mësu gjuhën Shqipe krejt, e din Shqipe? Falesh lirë. E din Shqipen? Po, mirë e di. Po të pëlqen këto atmosfera në Kosovë? Vallaj ma mirë se në Gjermani, po. A mendon që në të ardhmen do kthehesh ndonjë ditë edhe me investu këto? Menojmë gjithë, po është Kushtet janë më ndryshe. Kushtet më ndryshe, ku e qatë. Na shta këta e sholla kthejnë, se na vizët edhe. Po. Ato është problemi. Çka mendon se ka ndryshu këto vitet e fundit në vendin tonë? Me ndryshu nuk me ne kur gjesh. Shka me menu. E kopi pari, e lej dyti ku kaloj pari, kur gjesh. Ma zore për juve se sa për neve. Nas muja me vendos për juve, kështu që një bona 24-5 vjetë gërbet, kur halo vëtu s'kam, se nuk mëj me zgjith fatin e tina. So njam jashtë, me familje, nuk mëj. 3 javë janë pak, për 3 javë nuk mëj me ditë asë që është mirë, asë që është keq. Se një gjonë që shijet nuk dënë. Por të kisha jetu këtu në Kosovë, çka kishe ndryshu? Valojt. Tu e pas parasysh se qysh e sheh jetën atje, se si po zhvillohet në vendin ku jeton. Edhe këtu nuk është keq, mirë është, po shembull veç se puna sigurimit shëndetësor që ato është pak keq, se tjetër sa gjithçka në rregull. Merrni shembull më herët para 10 vite ka Lipjani ku tash, te tjera të vane. Edhe këtu ator, po gjonat e mira vinë ka dal. Na kem çep për pas durim. Bravo, na kem çep për me hangër me pi me fnajt, po nuk shkoj. Ka javash. A ke pasu kur treni, si del në binar dhe vetë, gjithë stacionalet, edhe na do të me menu pak,
mos me pëndu kërkan, me këshyrë, për jetur ma mirë, që me thonë? Po të pëlqen atmosfera? Fort, shumë, gjithë. Faleminderit shumë. Se na kërë na dol prej kushtëv të rongës, se na dol pej qepi. E tash, me na ngu këta, unë i kisha këthy. Po, fati ty në tash, nuk më me vendus. Se i tani jetë është e gata, tani thujnë, babë që e në këtë bon, e kanë të ardhmen. Faleminderit Ju shumë përshëndes dhe shumë, të uroj shumë vetëm mirë, suksese. faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje Spalje dhe tregom se si po kalon këto në Kosovë. Shumë mirë, faleminderit. Si po duket atmosfera, çka po të pëlqen mas shumë ti, besoj për që ke dalë me fëmijë këto edhe po kaloj një moment shumë të bukur në shash këto në Lipjan. Po, neve po na pëlqen shumë se ka shumë sene që mundesh me qitë fëmijën, për shembull që thashë në përlojna këto me kerë, që në Gjermani na skemi për shembull. Më pëlqen që njerëz janë më të qetë, janë më të lumtur ndërgjysh, edhe kur të vina këtu mujna më relaksu shumë, jena me familje, kalojna shumë mirë. Po. Që sa vite jeton kështu në Gjermani? Unë jam lindur në Gjermani, edhe po. Je lind në Gjermani dhe përdishe shumë mirë gjuhën shqipe. Po, se jam martuar, domethënë, atë tani edhe normal me Besoj martu. edhe familja të Edhe ka... familja normal, edhe familja na ka mësu pej fillimit me fol shqip, na jena rrida me thonë me gjuhën shqipe, tani kena fillu me fol gjuhën gjermane, po, qështu. Po, si po duket, çka duhet me ndryshu këtu në Kosovë, sipas mendimit tënd? Me të kallëzu drejt, na jena tu menu ma moti më këthy në Kosovë, sepse menujna që jeta këtu njëre është ma i lumëtën, më ku ma qëtë ma pa komplekse më konë, edhe i vetëme se që neve na pengon është sigurimi shëndetësore, më konë, ishë konë shumë mirë, me pas një farë siguria edhe se kur s'munesh me di shka munet me ndodhë, po edhe rrogat më konë pak më të mira, që mos me pas gajle edhe, për shembull, në Gjermani e kifa një farë sigurie, e një edhe me mi pa punë, për shembull njëre, munet me kalu në i qysh. E më konë që to sen, unë i besoj që ma shumë njerës ishin këthy në Kosovë. Edhe ishin konë ma të lumë, ma happy. Po kur je në Gjermani, çka të mungon mas shumë ti prej Kosovës? Besoj vjen shpesh? Po. Harmoninë me familje, me bu muhabet, për shembull mramje, më ullë krejt bashkë me kesh, ose me shunej muzikë, me vallëzu, kështu në Gjermani që jeta u pak, ta jeta pak, atë s'ka kohë kejtë që me thonë kejtë me plan, e këtu dhe qysh njerës dalim mramje, din më knaq, edhe nuk janë ngritun shumë, edhe nuk kanë shumë komplekse, janë ma qelt, atë bujnë ma abet, ma qelt, po, ma të lirë. Besoj kemi ja mësu edhe frymen atë dhëtare shqiptare dhe fëmijëve tu. Me siguri, edhe ja kom njës pej fillimet shqip një folë, se gjermanisht në kështu mësojnë qerë dhe në shkollë, edhe kjo është gjua, do më thonë, nonës, do me ditë, po. Faleminderit shumë dhe shpresoj që kemi kalu shumë mirë. Faleminderit shumë për intervistë.